Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjekët nuk e tregojnë, hani këto ushqime çdo ditë dëshironi hemoroidet për gjithmonë. Hemoroidet janë një dukuri irrituese, por e zakonshme për shumë njerëz. Megjithatë, disa ushqime munden të ndihmojnë në lehtësimin e simptomave dhe madje të parandalojnë zhvillimin e hemoroideve. Frutat përmbajnë fibra dhe flavonoide të cilat ndihmojnë në kontrollin e gjakderdhjes nga hemoroidet. Flavonoidi shpesh quhet vitamin P dhe pjesa më e madhe e tij gjendet në manafera, si për shembull boronica, mjedrat, madje edhe më shumë nga fibrat e nevojshme mund të merren gjithashtu duke ngrënë lëkurën e frutave. Diçka që mundet ta bëni me mollët, portokajt, kivin dhe mango. Arrat kanë veti të forta antiinflamatore të cilat munden të zvogëlojnë ëndjen e indeve në vendet ku ju keni pasur hemoroide. Bajamet dhe arrat janë veçanërisht të pasura me fibra. Një porcion me 20 bajame ka rreth 3 gram fibra, përveç se kontribon në shëndetin e mikroflorës të zorrëve. Konsumimi i këtij ushqimi gjithashtu mundet që të zvogëlojë edhe kolesterolin e keq, i cili është një nga simptomat e lidhura në pleqëri së bashku me hemoroidet. Perime, patatet e ëmbla, panxari dhe karrotat janë të pasura me fibra dhe veçanërisht të shëndetshme për zorrët. Patatet janë një nga ushqimet më të mira për të hequr qafe, hemoroide të brendshme dhe të jashtme. Patatet e zjera përmbajnë enisë shte, e cila ka veti të rezistencës dhe vepron nëpërmjet fibrave të tretshme dhe në këtë mënyrë redukton kapsllëkun, gjë e cila lehtëson edhe simptomat e hemoroideve. Selino, trangujt dhe angjinaret mund të përdoren gjithashtu për të lehtësuar simptomat. Farërat, gjëja më e mirë për farat e pasura me fibra janë mënyrat e shumta që ato mund të përfshihen në dietën tuaj. Me 34.4 gram fibra për 100 gram të këtyre farave, chia konsiderohet si një nga burimet më të mira të fibrave në botë. Gjithashtu pasohet nga liri sepse deri në 27 gram fibra në 100 gram liri i bëjnë këto farëra një zgjidhje të përsosur për përmirësimin e marrjes së fibrave. Farat gjithashtu janë një ushqim i shkëlqyer edhe për sa i përket përfshirjes së tyre në çdo pjatë. Ato mund të spërkaten në një sallatë, në një smoothie apo dhe në kos. Drithrat integrale janë veçanërisht të pasura me fibra të patretshme, të cilat munden të ndihmojnë në uljen e dhimbjes dhe të parehatisë. Përveç kësaj, ato përmbajnë edhe një sër vitaminash dhe mineralesh, prandaj rekomandohet konsumimi i përditshëm. Përveç miellit integral që është padyshim një alternativë më e mirë se e bardha, dhe në këtë kategori bëjnë pjesë edhe elbi, mistri, tërshëra. Bollguri është një opsion veçanërisht i mirë kur përpiqeni të reduktoni simptomat e hemoroideve. Drithrat integrale që duhen shmangur janë makaronat dhe orizi. Cilat ushqime duhet që të shmangni nëse keni hemoroide? Do të ishte më mirë të reduktoni ushqimet që përmbajnë pak fibra, produktet e qumshtit, mielli i bardhë, mishi i kuq, ushqimi i skuqur, ushqimi i kripur. Gjithashtu rekomandohet që të shmangni ushqimet pikante, edhe pse jo domosdoshmë të ulta në fibra. Ushqimet pikante munden që të rrisin dhimbjen dhe parehatin që lidhet me hemoroidet. Lëngjet përfshin kafen, pasi ato munden që të ngurtësojnë më tej jashtësitjen tuaj dhe të përkeqësojnë gjithashtu shqetësimin e hemoroideve. Shëron hemoroidet e jashtme dhe të brendshme.
Kjo është kura natyrore që lufton problemin shëndetësor shumë të përhapur. Hemoroidet janë venat me variqe të rektumit, të vendosura në pjesën më të ullët të rektumit. Ndonjëherë ato fryen kështu që kur zorrët zbrazen, muret e venave tensionohen tepër, hollohen dhe irritohen. Kur këto vena kanë shumë dhimbje dhe rridhin gjak, kruen ose lëndohen, ne i quajmë ato hemoroide. Ne i ndajmë ato në hemoroide të brendshme dhe të jashtme. Simptomat: shumë gjakderdhje të kuqe të cilat mund të shihen në jashtëqitje ose në letrën e tualetit, djeshmëria ose dhimbja kur zbrazni zorrët, ëndje të dhimbshme dhe gjithashtu hemoroide të brendshme janë të vendosura thellë brenda zorrës së trashë dhe ju nuk mund t'i shihni ose t'i ndjeni ato. Ato nuk janë të sëmurë dhe vetmja shenjë e ekzistencës së tyre është gjakderdhja dhe zbrazja në zorë. Ndonjëherë ka prolaps, do me thënë ato zbresin poshtë, kështu që ato ndonjëherë janë shumë të dhimbshme dhe ju mundet t'i ndjeni ato. Si rregull, hemoroidet e tilla do të tërhiqen me kalimin e kohës, përndryshe mund t'i vendosni përsëri në vend. Hemoroidet të jashtme janë të vendosura kryesisht dhe janë të dhimbshme. Nëse hemoroidet e jashtme bien kur zbrazni zorrët, ju mund t'i shihni dhe t'i ndjeni ato. Kjo gjendje e dhimbshme quajtur trombozë mund të ndryshojë ngjyrën në të purpurt ose blu. Këto hemoroide nuk janë të rrezikshme dhe zakonisht zhduken brenda një jave. Nëse dhimbja është e padurueshme, mjeku juaj mund t'ju heqë gungën me një procedurë tepër të thjeshtë në zyrë. Trajtimi popullor: për hemoroidet të jashtme, grini një patate dhe hidhni 50 ml vaj ulliri. Përgatitja vendoset në një garzë sterile. Kjo salcë vendoset në rektum të qëndrojë brenda natës. Për hemoroidet të brendshme, prisni patatet në shkopinj. Futeni një copë patate me madhësi të përshtatshme në vaj ulliri dhe vendoseni para se të shkoni në shtrat dhe pastaj flini. Mos të friksoni, në mëngjes pjesa e patates do të zbutet dhe do të hidhet së bashku me jashtëqitjet. Bëni banjë me krip. Personat të cilët vuajnë prej hemoroideve duhet i kushtojnë një rëndësi specifike higjienës personale, e cila nuk duhet kufizuar vetëm tek ndërrimi i përditshëm i të brendshmeve. Një metodë shumë efektive për trajtimin e inflamimit të shkaktuar nga hemoroidet është bërë banjë të ngrohtë me krip. Në një enë mundësisht legen, shtoni sipas dëshirës ujë të vluar paraprakisht dhe 500 gram krip. Pasi uji të ketë arritur temperaturën që ju mund të përballoni, mundet të lani zonën rreth rektumit me të, ose thjesht të rrini mbi ujë 10 deri në 15 minuta. Mjekët këshillojnë gjithashtu që ky trajtim të përdoret pothuajse çdo ditë. Përdorni kompresa të ftohta. Nëse nuk jeni dashamirës të ujit të ngrohtë, atëherë mund të provoni kompresat e ftohta me akull. Ky i fundit ka efekt hemostaik, zvogëlon venat e gjakut rreth zonës së rektumit dhe si rrjedhoj, redukton sasinë e gjakderdhjes. Aloe vera. Gjeli i cili gjendet në pjesën e brendshme të bimës së aloe verës është një nga metodat më të mira natyrale për të trajtuar hemoroidet. Ai përmban sasi të larta antioksidantësh, antiinflamatorësh dhe vitaminë C që e trajton këtë problem dhe hidraton lëkurën. Mund të aplikoni direkt duke masazhuar me lëvizje të lehta ose të formoni kubeta akulli me gjelin e aloe verës. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.